Këtu është një vend fantastik për kamping. Makinat 4x4 e kapin pa frikë. Gjatja është shumë e qëndrueshme, vetëm në një pastrim, në një devijim, në një largim guresh. Mund të kalosh disa ditë kampingu të paharuar. Për ata që duan qetësi, ajër mali të pastër, shoqëruar me aromë, pishash, lulesh. Ka edhe shumë lule të tjera kurative. Sherebel, çaj e shumë të tjera që nuk më kujtojnë për momentin. Mund t'ja u tregoj dhe gjatën, po të vjen disa pika orientimi, është shumë e lehtë. Foristradat e kapin pa problem fare. Bilesja po ju tregoj një foristrad që është e parkuar më poshtë aty. Bën një devijim në këtë pozicion, rreth 200 metra më tutje, merr kresën dhe vjen këtu. Disa metra më poshtë se autostrada, atje ku duket ajo e kuqe është gjatja, vazhdon më poshtë ashtu dhe bashkohet me gjatjen tjetër që ikën për Melan. Kurse kjo gjate del mbi Libohov, direkt mbi Sahat. Në kohrat që bëheshin ndërtimet e ushtrisë, arrinte deri në Labov. Me kalimin e kohës është degraduar. Do pastrime, mirëmbajtje në përpronje, disa rregullime. Kështu zhvillohet turizmi për ata që duan eksplorim turistik.